Në shtëpinë e Big Brother Kosova, çdo moment duket i zgjeruar, si një histori e vogël që mund të zgjasë pafundësisht. Edhe një pyetje e thjeshtë mund të hapë biseda të gjata dhe emocione të forta. Ajo ditë, Lëndrimi dhe Dolce ishin ulur pranë njëri tjetrit në divanin e sallonit, muzika ishte e ulët në sfond dhe drita dridhej lehtë. Atmosfera ishte e qetë, por tensioni i brendshëm i banorëve mund të ndjehej në ajër. Lëndrimi e shikoi Dolcen me një sy të qetë, por që tregonte se diçka po e shqetësonte. Pa shumë fjalë, ai e pyeti, a jeni në lidhje ju bashkë? Dolce e kishte pritur këtë pyetje, por nuk kishte menduar se do të vinte kaq direkt. U qetësua, mori frym thellë dhe përgjigjja e saj ishte e matur, por e sinqertë, jo, thjesht po e shijojmë lidhjen. Ndoshta e bëjmë jashtë, ndoshta jo. Varet gjithçka. Pyetja e Lëndrimit nuk ishte thjesht kuriozitet i zakonshëm. Ai dëshironte të kuptonte se çfarë ndodhte midis tyre, nëse ekzistonte diçka serioze apo thjesht një lojë e brendshme e ndjenjave që kishte lindur brenda shtëpisë. Dolce e ndjeu dhe nuk e shmangu të vërtetën. Ne po shijojmë çastin, shtoi ajo, duke i dhënë një buzëqeshje të lehtë, të qetë. E dim çfarë kemi tani, nuk po e shpejtojmë asgjë. Thjesht po e jetojmë momentin. Lëndrimi u ul pak më afër. Syri i tij tregonte një kombinim kureshtie dhe një respekt të thellë për mënyrën se si Dolce po fliste. Pra nuk ka diçka të përfunduar, por gjithçka që ndodh është reale. Pyeti ai, po, e gjitha është reale, tha Dolce. Por nuk është se po e ndjejmë detyrë ose presion. Thjesht po e shijojmë. Dhe po, kjo mund të zgjas brenda shtëpisë apo jashtë, ose mund të ndryshojë. Varet gjithçka, si gjithmonë në jetë. Ndërkohë, Una dhe Limi, që ishin ulur pak më larg, po e dëgjonin me vëmendje bisedën. Ata nuk e ndërpren, por vëzhguan çdo fjalë, çdo lëvizje të Limit dhe Unas, ishin të qetë, por për brenda ndjenin diçka të ngjashme. Ata vetë kishin shijuar një afërsi të ngjashme, por kishin vendosur të mos e nxirrnin jashtë në mënyrë të hapur. Limi mendoi për ato momente të vogla që kishte kaluar me Unën dhe për emocionet që kishin ndarë pa u ekspozuar. Vetëm e kemi shijuar dhe do e shijojmë, kishte thënë një herë, dhe kjo ishte e vërteta e tyre. Lëndrimi e vuri re këtë heshtje. Ai ndjeu se çdo çift ka mënyrën e vet për të jetuar momentin. Dhe ndoshta kjo ishte pjesa më e vështirë, të kuptosh se emocionet nuk mund të shpjegohen me fjalë, por vetëm të ndihen dhe të shijohen. Dolce dhe Lëndrimi vazhduan të flisnin, duke ndarë mendime dhe ndjenja, duke e bërë momentin të tyre të veçantë. Ata nuk ishin të shqetësuar për kamerat ose komentet e banorëve të tjerë. Ishin thjesht të dy, duke ndarë të vërtetat e tyre dhe duke vendosur të mos e shpejtojnë asgjë. Është ndryshe kur e ndjen dhe nuk duhet ta shpjegosh, tha Dolce pas një çasti heshtjeje. Lëndrimi e kuptoi. Ishte e vërtet, ashtu si ata po jetonin lidhjen e tyre, edhe Limi dhe Una kishin pasur momente të ngjashme, ndërkohë shtëpia vazhdonte të lëvizte rreth tyre. Banorët e tjerë flisnin, qeshnin, por Lëndrimi dhe Dolce ishin në një botë të tyre. Një botë ku çdo buzëqeshje, çdo shikim dhe çdo prekje kishte rëndësi. Dhe pikërisht kjo e bëri lidhjen e tyre të duket si e përkryer për momentin, pa presion, pa detyrime, vetëm të shijuar dhe të ndjerë, në fund. Lëndrimi u kthye te syri i Dolces dhe tha, po e ndjej vërtet. Nuk është thjesht lojë apo eksperimente. Po e shijojmë dhe kjo mjafton për tani. Dolce buzëqeshi dhe e mbajti dorën pak më gjatë, duke e kuptuar se ky ishte çasti i tyre i përbashkët, i shijuar, pa nevojë për të vendosur një etiketë të përhershme. Edhe Una dhe Limi, që shikuan nga distanca, ndjenin një lloj mirësie për këtë moment. Ata e dinin, si të gjithë, që disa gjëra nuk mund të shpjegohen plotësisht me fjalë, ato duhet të ndihen, të shijohen dhe të jetohen. Dhe pikërisht kjo e bëri secilin çift të veçantë, edhe brenda shtëpisë ku çdo hap dhe çdo emocion janë të vëzhguar me kujdes. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, tensioni shpesh rritet papritur, si stuhia që mbushet ngadalë e pastaj shpërthen në pak minuta. Ajo ditë nuk kishte filluar ndryshe, por papritmas një situatë e vogël u kthye në një debat të fortë mes Limit dhe Albës. Çështja ishte Meri dhe mbathjet e saj, por si gjithmonë në këtë lojë, gjërat e vogla marrin një peshë të madhe. Limi po vështronte Merin që ecte me ecje të shkujdesur nëpër dhomë, duke lënë këpucët dhe çorapet të shpërndara nëpër dysheme. Ishte një çështje që e nervozonte prej kohësh. Ai nuk ishte tipi që lejonte kaosin të zinte vend në hapësirën e përbashkët. Shiko çfarë po bën, tha ai duke i treguar me dorë këpucët dhe çorapet. Mblidhe këpucët, çorapet, mbathjet.
futi në qese dhe nxirë jashtë. Është turp që po e lejon këtë. Mary, pak e habitur, u përpoq të shpjegonte se nuk ishte qëllim keq, por limi nuk donte të dëgjonte. Ai I rrëfeu me të gjithë zërin, nuk ka kuptim të flasim, po e lë vendin kaotik. Jo, nuk mund të vazhdohet kështu. Në atë moment, Alba u afrua pranë tyre. Ajo ishte e tensionuar, por edhe e qetë. Nuk ishte një përfshirje e menjëhershme në debat, por kur e kuptoi se Limi nuk po ndalej, vendosi të ndërhyj. Limi, tha ajo me zë të qetë, por të prerë, ne kemi ardhur të fundit. Nuk kemi qenë këtu për të parë çdo gjë që Mary bën. E di që është e rëndë, po s'ka nevojë me bë kaq shumë. E kemi gjetur Mary shpejt, e gjejmë vendin. Por Limi nuk ishte I kënaqur. Ai e shikoi Alban dhe tha me vendosmëri, jo, Alba. Nuk mund të vazhdohet kështu. Çdo gjë ka një rregull. Nuk është vetëm për Maryn, është për të gjithë. Nuk mund të presim çdo herë që dikush të marrë masat. Po e le këtë pa kontroll, bëhet kaos. Alba I afrua edhe më pranë, duke I prekur lehtë krahun. Limi, nuk është fundi I botës. Po I japim një dorë Maryt, e gjejmë vendin, e vendosim bashkë. Nuk ka nevojë me u nxeh kështu. Limi u largua disa hapa, duke marrë frym thellë. Ishte qartësisht I zemëruar. Por po përpiqej të kontrollonte zërin. Jo, nuk ka kuptim të vazhdohet pa rregull. Po nuk I mblidhet gjërat, nuk ka disiplinë. Nuk është thjesht një çështje estetike. Është respekt për hapësirën dhe për banorët e tjerë. Të gjithë duhet të mësojnë që çdo gjë ka vendin e vet. Mary, që deri tani kishte heshtur, u afrua dhe nisi të mblidhte mbathjet dhe çorapet, duke ndjekur udhëzimet e Limit. Alba e ndihmoi, duke treguar një kombinim të mençurisë dhe qetësisë. Shpejt, vendi u rregullua, por tensioni nuk u zhduk krejt. Limi qëndroi në një cep, duke I vënë re të gjithë, duke vlerësuar rregullin dhe disiplinën që tani ishte rikthyer. Alba e kuptoi se nuk mund ta ndryshonte plotësisht natyrën e tij. Por e dinte që një qasje më e butë ndihmonte më shumë se sa vetëm urdhërimi. Mary e pa Limin dhe buzëqeshi me një dozë frike dhe respekti. Ishte e qartë se ai e merrte shumë seriozisht atë që bënte. Dhe megjithse ishte një debat I vogël, të gjithë e kuptuan se kjo ishte një mësim për të ardhmen. Alba e shikoi Limin edhe një herë. Ishte qetësuar pak, por syri I saj tregonte një kombinim inati dhe admirimi. E dinte që ai ishte I drejtë, por mënyra e Limit për të imponuar disiplinën ishte e fortë, ndonjëherë shumë e fortë. Në shtëpinë e Big Brother, këto momente të vogla ndryshojnë dinamika. Një debat për këpucët dhe çorapet bëhet simbol I disiplinës, respektit dhe mënyrës se si banorët duhet të bashkëjetojnë. Dhe për Limin, kjo ishte një tjetër fitore e heshtur. Ai tregoi se rregulli nuk është vetëm një detyrë, është mënyra se si vendoset respekti mes njerëzve që ndajnë një hapësirë të vogël, të mbyllur, por gjithashtu të ndjeshme. Në fund, të gjithë ishin të qetë. Vendosën gjërat në qese dhe I nxorën jashtë. Tensioni u shua gradualisht, por të gjithë e dinin se kjo ngjarje do të mbahej mend gjatë, si një kujtesë e vogël e disiplinës, autoritetit dhe përpjekjes për të gjetur një ekuilibër brenda një shtëpie të tensionuar, ku emocionet dhe personalitetet shpesh përplasen. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, netët janë gjithmonë më të vështira se ditët. Kur dritat zbehen, zërat ulen dhe kamerat vazhdojnë të xhirojnë pa pushim, emocionet që gjatë ditës mbahen nën kontroll dalin në sipërfaqe me gjithë peshën e tyre. Ajo natë ishte e tillë për Benitën. Benita po qante. Jo me zë të lartë, jo me britma, por me atë të qartë të pandërprerë që lodh më shumë se çdo shpërthim. Lotët I rridhnin pa pushim, sikur diçka brenda saj ishte qartë dhe nuk po mbyllej më. Ishte ulur në divanin e sallonit, e mbledhur në vetvete, me supët e rrëzuara dhe sytë e skuqur. Alba ishte pranë saj, nuk e kishte lënë vetëm as për një minutë. U ul afër, aq sa supët e tyre pothuajse preknin njëra tjetrën. Nuk fliste shumë. Alba e dinte se jo çdo dhimbje ka nevojë për fjalë. Ndonjëherë mjafton prania, çaje, I tha me zë të ulët, pothuajse një pëshpëritje. Mos se mbaj brenda. Benita tundi kokën lehtë, por lotët nuk pushuan. Dukej sikur qante për më shumë se një arsye. Jo vetëm për atë që kishte ndodhur atë ditë, por për gjithçka që ishte mbledhur brenda saj që nga dita e parë në atë shtëpi. Presioni. Vetmia. Keqkuptimet. Gjykimi I vazhdueshëm. Në Big Brother, gjithçka ndihet më fort. Jam lodh, Alba,
tha më në fund Benita, me zë të thyer. Jam shumë lodh. Alba i vendosi dorën mbi shpinë dhe filloi t'ia fërkonte lehtë, me lëvizje të ngadalta, qetësuese. E di, tha. Këtu lodhesh edhe kur nuk bën asgjë. Sepse mendja nuk pushon kurrë. Benita ngriti syt për një çast. Njerëzit mendojnë se jam e fortë, tha. Se nuk më prek asgjë. Po nuk është e vërtetë. Askush nuk është aq i fortë sa duket, u përgjigj Alba. Sidomos këtu brenda. Ora kalonte. Banorët e tjerë her pas here kalonin pranë, hidhnin një vështrim dhe largoheshin në heshtje. Disa nuk dinin çfarë të thoshin. Disa nuk donin të përfshiheshin. Por Alba qëndronte, Benita filloi të fliste më shumë, mes lotësh. Për familjen. Për mungesën. Për faktin që ndjehej e keqkuptuar, sikur çdo fjalë e saj interpretohej gabim. Për frikën se jashtë po krijohej një imazh që nuk ishte ajo, kam frikë, tha ajo. Jo për lojën. Për veten. Kam frikë se po humb veten këtu brenda. Alba e dëgjoi pa e ndërprer. I shikonte syt, jo kamerat. Nuk po e humb, tha qetë. Po e sheh më qartë. Dhimbja nuk të ndryshon, të zbulon. Benita mbështeti kokën në supin e Albës. Ishte një gest i thjeshtë, por i rënd me kuptim. Në një shtëpi ku çdo afërsi komentohet, ai moment ishte thjesht njerëzor. Faleminderit që nuk po largohesh, përshpëriti Benita. Nuk kam ku me shku, tha Alba me një buzëqeshje të lehtë. Jam këtu. Minutat u kthyen në orë. Benita vazhdonte të qante, por qarja po ndryshonte. Nuk ishte më aq e ngarkuar. Si një shi që bie fort në fillim dhe pastaj fillon të qetësohet. Alba i solli ujë. I fshiu lotët me një pecet. I qëndroi pranë, në një moment, Benita mori frym thellë. Ndoshta nesër do të jem më mirë, tha, edhe nëse jo, u përgjigj Alba, nesër prap vjen. Dhe ne prap jemi këtu. Dritat e shtëpisë u zbehen edhe më shumë. Kamera vazhdonte të xhironte, por ajo që po ndodhte nuk ishte për lojë, as për publik. Ishte për dy njerë.